Sali Berisha gjatë një konferencë për shtyp u shpreh se urdhër arrestet ndaj drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj dhe disa biznesmenëve janë të padrejta. Ai akuzoi zyrtarët e Akshit për funksionim si grup i strukturuar kriminal me bekimin e kryeministrit Edi Rama. Sepse Ergjys Agasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar, ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3, nuk e di cili, nuk mund të dorën në zjarr se cili është. Po këta kanë qenë njerëzit me konfident të tij. Ergjys Agasi, që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çels, Elvis Doçin, Xhevdet Troplinit dhe bandave tjera, por historinë e shtetit shqiptar nuk ka patur një njerëz si kjo që shihni, që të zhvilloi 250 tendra sekrete për familje, për vetëm që të fitoj familja kryeministrit. Berisha pretendon se Ergjys Agasi dhe Beqiraj kontrollonin transaksione dhe databazet e bankave duke përdorur paratë platëshkitura në funksion të bashkëpunëtorëve të tyre. Ai përmendi dhe rastin e rrëmbimit të ish drejtorit të Akshit, Daniel Shima, duke akuzuar përfshirjen e drejtuesve të lartë të policisë së shtetit. Kemi të bëjmë me një kry hajdut si Edi Rama, të rrethuar nga një band hajdutësh, Lubi Balluku, Mirlinda Karçanaj, Ergjys Agasi e të tjerë. Berisha zbuloi dhe skemën se si funksionon Agasi e Beqiraj. Ergjys Agasi me Ermal Beqirin kontrollonin me aparaturat e tyre të gjithë transaksionet e shqiptarëve. Cili do shqiptar, parat që plaçkistin në Aksh, Ergjys Agasi, Ermal Beqiri, Armand Frangu përdorin si lavatriçe çopja. Daniel Shima, ish zëvendësdrejtori i Akshit, tha se pati të njëjtin fat ku në rrëmbimin e tij u përfshi jo vetëm bandat, por edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Kënë dëgjuat një fjalë të vetme të thuhet për Daniel Shiman, njeriu që rrëmbye, njeriu që masakrua, dhe fill pasaj drejtori i përgjithshëm policisë Proda, sjell Sueli në Tiranë tek dentisti që donte Sueli. Sueli që i kishte thyer kockat Danielit. Sipas kryedemokratit, të 8 masat e sigurisë të dhëna për biznesmenët dhe zyrtarët e Akshit janë vetëm një pjesë e skemës së gjerë që sipas tij përfshin funksionimin e tenderave sekrete dhe manipulimin e parave publike.